Cila janë tri tipare që i këshyrë më konë dikush? Çka duhet me plotësu dikush më bo pjesë e ekipit presidentës? Duhet me besu në kauzën, duhet me besu në kauzat e njëjta, sepse gjanat tjera mësohen. Dikush është pak më i ngadalshëm, dikush pak më i shpejt, dikush punon më shumë, dikush më demel. Këto ndodhin në çdo institucion, qoftë publik apo privat. Por kur beson në një kauzë të përbashkët, pastaj e ke edhe motivin çdo mëngjes me u angazhu në ato punë të shtetit, të cilat e shtyjnë Kosovën përpara, po të njëjtën kohë kanë njerëz që shkon shumë përtej vetvetes, domethënë punon shumë më shumë sepse beson në kauzën, në frymëzimin, në modelin, në idetë që don me i shty përpara. Kjo është kryesorja. Të tjerat për mua ka qenë me rëndësi me qenë gjithë përfshirëse në ndërtimin e ekipit në kontekstin që kam shumë njerëz që kanë përvojë ndërkombëtare, kjo ka qenë me rëndësi për mua. Se jo vetëm që e sjellin atë përvojë, po në të njëjtën kohë edhe i kanë lidhjet e mira me shtetet ku kanë studiu ose kanë punu. Pastaj kam një pjesë të ekipit që janë ndoshta më quajt veteran, njerëz që janë marrë me institucionet tona që nga vitet e 90-ta e njohin, kanë memorie institucionale, nëse mundem me thonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësi sepse për shembull vetëm i thon po m'duhet, ajo kujtohet në 2007 kur e patën bok tek dhe më një herë ju kujtohet. Kjo është me rëndësi. Dhe pastaj është pjesa energjike e kabinetit, matrind në kabinet që vazhdimisht angazhohen që gjithçka me u kry me energji, me tash pra ka përfaqësim të gjitha fushave prej politikës të jashtme deri te kultura, po të njëjtën kohë edhe janë personalitete shumë të ndryshme. Çka është më rëndësi është besimi në një kauzë të përbashkët që me mujt Kosova me ecë përpara